Përshëndetje, jam Elira Kozeli, docente në Institutin Kulinar në Ranzi. Sot ndodhem në kuzhinën e familjes dhe për ju Anvisa do të interpretoj një recetë të thjeshtë, pasta frolla me krem pastiqerie dhe marengë italiane. Ingredientët që do përdor për këtë recetë janë miell, sheqer pluhur, gjalp 82%, vanilje dhe për pjesën e kremit do të përdor qumësht, pana, pronta krem, ndërsa për pjesën e dekorit do të përdor marengën italiane. Si fillim, në mikser do hedh 250 gram gjalp dhe 250 gram sheqer pluhur. Ndërkohë shtoj dhe 2 gram vanilje dhe filloj miksimin në pjesën e parë. Pasi e rraf 5 deri në 7 minuta dhe na formohet një masë pak kremoze, shtojmë vezët avash avash. Pasi pasta jonë është formuar, do ta pelikolojmë dhe do ta lëmë rreth 2 orë në frigorifer freskus për të qetësuar. Pasi pastën e lam rreth 2 orë në frigorifer të pushoj, e nxjerrim dhe do ta hapim me kujdes në letër fure. Pasi brumin e kemi hapur rreth 2 mm, do t'i japim format të cilat duan. Unë kam zgjidhur format e pavonit dhe pas prerjes do t'i vendosim në furrë në 170 gradë rreth 20-25 minuta për pjekje. Forma do t'i kalojmë në tepsinë e pjekjes dhe do t'i pjekim për 170 gradë 20 deri në 25 minuta. Ndërkohë jam duke vendosur dhe pjesët anësore, duke formuar një tart të plotë. Dhe në fund fare do bëj prerjen me thik të pjesëve të tepërta. Në këtë lloj mënyre do formojmë edhe 2 tartat e tjera. Tani jemi gati për t'i futur në furrë. Ndërkohë që pasta frollën e kemi futur në furrë për pjekje, atëherë merrem me përgatitjen e kremit, për të cilin do të na nevojitet 500 gram qumësht, 200 gram pana, dhe 200 gram pronta krem. Të gjitha këto do t'i miksojmë bashkë për 4 deri në 5 minuta. Ky është kremi I cili sapo realizuam dhe tani le të fillojmë mbushjen e tartës. Duke rimbushur qesën e pastiqerisë, bëjmë edhe mbushjen e tartave. Ky është rezultati I pasta frollës me kremin e pastiqerisë dhe tani do të përgatisim për dekor marengën italiane. Për përgatitjen e marengës do të na nevojitet 80 gram ujë,
120 gram sheqer pluhur dhe 80 gram la marenga italiane. Fillojmë përgatitje. Atëherë në mikser do hedhim ujë, sheqerin pluhur dhe marengën në të njëjtën kohë. Tashmë marenga jonë është formuar dhe do bëjmë me qese pasqyrie pjesën e fundit të dekoreve. Atëherë, përveç se marengës, nëse keni dëshirë, ju mund të zgjidhni dhe fruta të ndryshme. Në rastin konkret, unë zgjodha fruta të ngrira, të cilat mund t'i gjeni në të gjitha dyqanet në Ranzi Organic Market. Kjo ishte receta që realizuam për juve sot, një recetë e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Pasta frolla italiane me krem pasqyrie dhe marengë. Të gjitha produktet do t'i gjeni në të gjitha marketet tona në Ranzi Organic Market. Mirupafshim nga unë Edira Kozeli në recetat e ardhshme.